Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falet dhe ndihmë. Të ndeshëm vëllezër, sot është dersi I fundit në këtë muaj të Ramazanit, inshallah. Dhe unë kam zgjedhur temën që do ta quajmë falënderimi për atë që Allahu na mësoi deri sot. Domethënë dersin do ta kemi në lidhje me falënderimin që duhet t'ia bëjmë Allahut, por që duhet t'ia bëjmë edhe njerëzve. Falënderimi të ndeshëm vëllezër I ka 3 kategori. Falënderimin kur e bëjmë me zemër, falënderimin me gjumë dhe falënderimin me pjesë të trupit. Për shembull, njeriu kur e falënderon Allahun dhe bën sejdë. Dhe ka një lloj të sejdës që quhet sejdë shukr. Sejdja falënderuese ose falënderuese ndaj Allahut fuqiplot. Njeriu sprovohet këtë botë edhe me të mira edhe me të liga. Kur ka shumë të mira, është I sprovuar, dhe kur ka shumë probleme, njëkohësisht është I sprovuar. Domethënë, edhe kur kemi shëndet, jemi të sprovuar, mirë po edhe kur s'kemi shëndet, jemi të sprovuar. Edhe kur kemi pasuri, jemi të sprovuar, edhe kur jemi fukara, jemi të sprovuar. Në të dy rastet, duhet me falënderu Allahun. Ai që ka e falënderon, ai që s'ka e falënderon Allahun. Të ndeshëm vëllezër, falënderimi dhe sprova dhe ibtilaja janë për njeriu. Falënderimi dhe sprova, ibtilaja janë për njeriu, sepse të dyjat e ngritin njeriu lart, e bëjnë burr, e bëjnë njerëz të madh. Pa marrë parasysh se unë jam shumë I madh, ti je shumë I madh. Në qoftë se ta ka bëjë një të mirë edhe një djalë I ri, nuk o turp me I thonë falenderit. Mos flasim për Allahu subhanahu wa taala. Unë do të përmendit disa ajete që përmendet fjala shukr, që përmendet fjala falenderim. Ajeti I parë, Allahu xhaleshanu thot: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Fjala washkuruli, më falenderoni mua dhe mos më mohoni. Fadhkuruni adhkurkum, më përmendni mua që përmendi juve. Do më thonë, nëse ne përmendim Allahun, Allahu na përmend neve. Një plus duhet me bë. E falenderojmë Allahun dhe nuk e mohojmë. Do më thonë, e falenderojmë Allahun për të mirat që na ka dhënë. Shife si ndron situata. Ditën e parë të Ramazanit në gjendje tjetër. Kemi qenë, apo? Ma të mërzitur, sabahin jo, taravin jo, deri në ora 8 ishtë I lirë me shëtit me ecë, pastaj u bë deri në 9, pastaj deri në 11, e prej nesër deri në 12 natës dhe jemi të lirë deri, do më thonë natën e Bajramit jemi të lirë. Sa për informatë lexova më herët që namazin e sabat ditën e Bajramit kena me falë me xhamat në xhami inshallah. E pastaj falim edhe namazin e Bajramit. Mirë, për këta të mira që ndodhin, edhe belat që ndodhin, do më thonë, edhe kur të ngushtohemi, e falënderojmë Allahun, mirë po edhe kur t'jemi mirë, e falënderojmë Allahun të t'i rast. Thotë Allah, më përmendi mua, që përmendi juve. Më falënderoni mua dhe mos më mohoni. Ajeti ditë, ja ejuhelledhine amenu, o ju që keni besuar, kulu min tayyibatin, hani nga ushqimet halal, ushqimet e mira. Ma razaqnakum, nga ajo që kemi dhënë rrezik. Shihni kohën e fundit, ushqimi I shëndetshëm, ushqimi I shëndetshëm. Keni pa këto mjekte, medicine, shumë mirë ushqimi I shëndetshëm. Do të thonë hani I shëndetshëm. Se njeriu nuk do të thonë që shumë sende janë halal, po dikujt I bëjnë keq. Nuk do të thonë se çka halal edhe me hak, edhe haqë halal edhe nuk e di njeriu edhe sa han iftar për shembull.
Ulet një iftare, i thire zani jacisaj në sofër. E tepërt, qka e tepërt. Do të thot, Allahu Gjeleshanu, do me thonë, në përmet Kur'anit në ka potencu ushqimin e shëndetshëm. Shka thot, kulo min tajibatin, hani nga të mirat. E tash ka ushqimit mira dhe ka më të mira, dhe ka hiper më të mira, që ka lloj-lloj shmëri të kolorive të... E keni po, mjeku kështë thot, ha këtë, për shembull, ha lakën, thot, ku e di unë, vitamin C, A, D, A, qka ka? Nuk e di tash, mos ta gaboj. Ha molla, ha dardha, ha këtë, ha atë. Do më thonë, kitë këto janë të lejuara. Mirë po, interesant, njeriu të shkon media me hangë haram. Kjo më e keqë. Se kur ka të bëj me halalin, e te pranë halal i ban lukthit tanë keqë. Shkon të mjeku i merë inekcijat edhe kujt i ban e keqë vetës. Nëse e te pranë halal. Ama nëse hanë haram, mos të flasim me e te pranë haram. Në më thonë, ne e falendrojmë Allahun për të mirat që në ka dhanë, dhe e falendrojmë Allahun që nuk bim në haram. Se njeriu është i pregatitur edhe me ran haram. Do më thonë, njeriu është i krijuar me qëllu dhe me gabu. Ajeti 3, Allahu Gjeleshanu thot, Kale ja Musa, i tha o Musa, i drejtohet pejgamberit Musa, in stafejtuke ale nasi, thot ti të dallova për njerëzve të tjerë, do më thonë, bona pejgamber, birisa lati, me qka të dallova? Me Tevratin, të zbrita Tevratin, vo be kelami, edhe pastaj të fol ati direkt. Do më thonë, Allahu Gjeleshani ka fol me Musa a.s. Ju e keni dëgjuar atëherë Musa i thot o Zot, shumë be kam qef me të pa. E di tash njeriu, e di në këtë aspekt, jep dorën e ta merr krahun, e di. Allahu Gjeleshanu prej mucizave që ka dhënë Musës, i ka fol direkt. E tash Musa, po më kam qef me të pa. Ka thonë Zoti, shif andej. Edhe një dritë fort Musa sën ka pa. Thot, për me më pa mu, e pa atë? Jo, mu ala. Ende më hitësën në më shef. Du më thonë, di në gjennet e shofim Allah. Pse se në gjennet Allah Gjeleshanu, komi atë bukur komi në pregatit si njërë, sa me sitë tonë këta shofim i Zotë këna mu knaqë. Anë këtë dënjonë kemi të pregatitur me sitë tonë. Shumë sejnë së në shofim, apo? Ka se shimë të djeli kërë shumë i fort. A nuk mundësh. Të ndeshë vëzër, dhe më thonë, Allah Gjeleshanu e dalloj Musën, se ja dha Tevratin edhe i foli direkt. Fëkhudh ma atejtuke wa kum min e shakirin, mere atë që ta dhash dhe bënë falenderues. Allahu Gjeleshanu, shife si i thot Musës a.s. Dhe më thonë, të kam zbit Tevratin, të kam fol, dhe më thonë, të kam gritash, të kam dalu edhe prej pejgamberëve disave, prej njerëzive të kam dalu, mere këtë që ta kam obligu, edhe bënu rob falenderues. Thuj o Allah faleminderit. Se ka pas mundësi Zoti mos me t'i dhanë që të mirat që t'i ka dhanë. Ajeti tjetër, Allahu në Kur'an thot, fekulu mimma razaqakumullah, hani nga ajo që Allahu ja u ka bërë risk, ja u ka dhanë prej nimet, halalen tajiba. E këtu tash e potencion, thot, në tjetë halal dhe i mirë. Ushtimin e prisht e hamne, s'ku se ha, pëse nëse ha ushtimin, qka do thë helmohesh, nuk o haram, se ti mendon që ushtimi mira, ama i ka kalu afati, për shembull, ose u ka vjetru, ku e di unë qka ka ndodh, edhe nëse nuk ka ushtimi mirë, qka ndodh, njeriu t'i bën problem në trup, ose helmohet. Mirë, para qka ka Allah thot, hani halal dhe ushtim të mirë, wa shkuro ni'mat Allahi dhe falemnderoni Allahun për ni'metet, për të mirat që u ka dhënë, in kuntum iyyahu ta'budun, në qoftë se ju thoni që ne Allahun e besojmë. Ajeti tjetër të dashur vëllezër, në suratul Bakara janë disa ajete në lidhje me Ramazanin.
Thotë Allahu dhe lëshanu tash, Ramazani kaloj, po përmendet fjala shukër. Thotë shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramazani është muaj në të cilin zbriti Kurani. Hudan lin-nasi, mirë po zbriti Kurani për çka? Udhërëfyes, udhëzues për njerëzit. Wa bayyinati min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ai i cili e shef hanën e re, le ta gjeron. Sot në disa vende janë mundu me e pa hanën e re për me e studiojnë tash vendet islame, a hanë nesër bajram, a pas nesër, për shembull. Se o mirë me studiu, këtë çështje se ka mundësi ki muaj me qenë 29 ditë, si pas hanës nesër me qenë bajram. Mirë po, deri shta informatat që i kam, Indonezia e ka lajmëru nesër ditën e 30 Ramazanit, ditën e njëte bajram. Edhe Malezia, deri tash, dhe tash të folë, ka mundësi du një shtetë tjetër ka nëmëru, dhe me thonë, shteti më i madhë në botë islam që o Indonezia, me 250 milion musliman, e ka lajmëru që ditën e njëte bajram. Po insha Allah, kretë shtetet islame e bëjnë ditën e njëte bajram, që mos ketë vëni. është so përcarje, po, ma mirë, ketë për një ditë me pas bajram. Thotë Allah në fund të jetit, du më thonë shumë, thotë, Allahu donë për ju lehtësime, nuk donë vështirësie, në fund thotë, wa la'allakum tashkurun, që ju të jeni falëndërues. Du më thonë, kitë të mirat. E me Ramazanin, e Kur'anin, e udhëzimin, e Allahu nuk donë me të mundu, Allahu donë lehtësim për ju, e jo vështirësi, krejt janë për çka? Që ne të na kujtohet, me thonë, o Allah, faleminderit. A shumë herës na kujtohet. Du më thonë, unë për vete, po flasë shumë herë, edhe harojmë me falëndru Allah. Allahu thotë, walakat nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adhilla. Tash Allahu Gjereshanu ju kanë ndihmu musliman në luftën e Bedrit, thotë ju ishit pak 315 me 900. Fattakullah la'allakum tashkurun. Bëhuni të devotshëm, ndoshta Allahun do ta falënderoni. Po mos me falëndero Allahun të e pa që një ushtri e kitë madhe shumë, ti me pak njerëz fiton. A ka vend dhe ko më të mirë për me e falënderu Allahun të ke pas argument qartë. Sahabët e kanë falënderu Allahun bashkë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë, Allahu Gjereshanu thot, wallahu akhrajakum, Allahu ju nxjerri juve min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allahu ku ju kur lindët, të gjithë unë ju kretë, kur keni lindë, ju nxjerri nga barki i nonës së juaj, mirë pa ju asë gjanë s'keni ditë. La ta'lamuna shay'a, tabula rasa. Tabula rasa i vjen sheflet e bardhë. Kur të gjanë s'ka ti, e ti pas të anisë me shkrujt me mbush. Edhe fëmija kur lindë, kur të gjanë s'ka. Thot, wa gjale lekum sem'a, mirë pa Allahu ju dha ju të ndëgjoni, wal absare, ju dha ju të shiqoni, wal afide, edhe jo kryoj zemrat, la'allakum tashkurun, që ju ta falemnderoni Allah. Një ditë për ditëve përmenda brenda këtij muaji, kur ne s'ja dim vlerën shëndetit dhe kohës lirë, kështu me se e mbaj mend. Shembull, ai që shef nuk e shfrytëzon kur sheh, kur i humb pak të pamurit nuk sheh mirë, thotë sikur ta kisha bën, sikur ta kisha bën, po ti 30 vjet si ke bën. Tash ose të ndëgjuarit nuk e shfrytëzon, ose e shfrytëzon haram, e pastaj e humb pak nuk dëgjon, ai sikur të kisha njeriu secilën herë është i pangopur lakmues. Allahu dhe lëshanu në Kur'an thotë të ndeshën vëzër, inna hadejna sebile, ne njerëzit i udhëzuam në dy rrugë, ose i udhëzuam imma shakiren o imma kefura. Njeriu ne e pregatitëm, i dham mendje, i dham si, vesh, zemër, trup, krejt të mirat, i bukur.
E njeriu çka bën? Ose e falendron, imma shakiran, ose o falendrues, imma kefura, ose o nënçmues dhe mohues. A Zoti thot edhe atë, të dy njerëzit. Unë ju zova, ju tregova rrugën, ju tregova Kur'anin, mirë po njeriu, njëri prej ative dive, e falendron Allahun, e tjetri e mohon ose mundohet mi në nëshmu dhe mi mohot mirat e Zotit. Të ndeshë vëzër, edhe të gjithë pejgamberët e kanë falendru Allah, subhanu wa ta'ala. Nuk ka pejgamber, po vetëm për Ibrahimin një ajet e zgjova, nuk ka pejgamber që nuk e ka falendru Allah. Thotë Allahu për Ibrahimin, inne Ibrahimi kane ummeten, me të vërtet Ibrahimi ka qenë shëmbëltir, ummeten qaniten lillahi hanifa, ka qenë shëmbëltir e të mirave, adhuruesi Allahut fuqiplot, walem jeku min el mushrikin, edhe s'ka qenë nga njerëzit që kanë besu në idhuj, ose s'ka qenë nga idhujtarët. Fjala idhujtar dhe më thonë mushrik. Kër themi mushrik, mushrikët e Mekës, çka në kuptojmë? Me besu idhuj. Sa stubi heshëm, të në sejtë. Kamera si më beson kua. Tu kam të e kamera. I binë sejtë dhe kamerës. Idhull. Mushrik. Dhe më thonë mushrik s'ka brina. Mushrik dhe më thonë një njeri që nuk e beson Zotin një, po i beson lloj shmëri të idhujve, ose idhujtar. Thot, shakiren li en umi, ka qenë falenderuas për të mirat, li en ijtebahu hedau ila sirat e muslimin, Allahu Gjeleshanu e zgjodhe Ibrahimin a.s. dhe udhëzoi në rrugë të drejtë. Do më thonë tash, Ibrahimi, si pas të ajeti, ka qenë falenderuas dhe Allahu subhanahu wa taala për të mirat që Allahu e ka dhënë. Ju e dini se s'po du me hinë të temën e Ibrahimit, pa i ka pas probleme dhe me babajnë e vetë. Shemull Nuhi Arsam ka pas probleme me djalin e vetë. Nuk e ka pranu fejnë. Ibrahim Arsam ka pas, tash, në një rasti e para, baba ka probleme me djalin, rasti i ditë djalin me babën. Shumë ketë që kjo. Te ne, keme probleme, ato fëmijët e tanë, ka pak njerë falin e s'falin, ama me të ardjali me thonë, o bo, pisat e kom vendos, ketë fejen që me ke thonë, ti gabimi kishte qenë. Ti më ke rejtë mu. Për një me të mërzit kjo puna. Si ne si prindet, që kishim bo? Ose ka dalet dhe një fejtë shejtanve, qëfar mos feje ka? S'feje, s'janë ata feje të legji. Adhurojnë kujt i djallin e gjipot, e ka njësë brina, bëjnë, një gongë këtu, ta ma mire si shejtan bëndë. Për dhe jënë të vajzë edhe djallit i kujtë. A i prindi, pa marë parasis kësha, dhe i mërzitut. Që ka më kjo? Mirë, ju mendoni që Ibrahimi se ka mërzit për babën e vetë? Ka mërzit? Ka kërku nga Allah të alzohë? Su ka alzohë, kripuna. Se ka pranu Azeri. Edhe djalli Nuhit, se ka pranu edhe shumë lloj shmëri të historive kemi, kur për shembull minxallarët e Muhamedit a.s. Muhamedi s.a.s. ka lutë Ebu Talibin. E ka lutë. I ka thonë, që pranoj Islamin. Ja ka thonë, unë do ta bëj fenë e stërgjishëve. Edhe para çka për Islam thot dënimin më të vogël ka me pas xhenem Ebu Talibin, minxem. Për shkak se i kanë ndihmu shumë pejgamberi Islam, ama ti se në çon xhenet njerin. Se me janis me të njofshëm, atëherë Musa a.s. Vesa të njofshëm ka pas. E këtë pejgamber të njërisim me të njofshëm, këtë këshmin xhenet. Ja, ka regull. Ka regull, thashë, jo baba em, jo gjalli em, jo nana em, jo, ashtu, e të njofshëm këtë botë, disi mundet me kalu, a më të Zoti me të njofshëm nuk ka. Mirë të dashëm vëzër, disa hadithe në lidhje me falënderimin, transmeton Ebu Darda radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu subhanahu wa taala hadithe qudsi, ja Isa inni ba'ithun min ba'dike ummetun, o Isa, i drejtohet Isa alaihi salam, Allahu i thot une pas teje do ta dërgoj një ummet, një popull, in asabahum ma yuhibbuna hamidu Allahu wa shakaru,
Nëse ju ndodh diçka që e duan, ata do ta falenderojnë Allahun. Duke thonë elhamdulillah, o Zot, falënderimi të takon ti. Wa in asabahum ma yakrahun, por nëse ju ndodh një problem, një mërzi, një luftë, një vdekje, një thot ihtasabu wa sabaru, ai popull thot që do të vjen pas te kanë me bën sabër dhe durim. A është e vërtet? Me ne, kështu ka thonë për e është për të çudit, është për të habit me umetin tim, me muslimanin. Kur ka të mira, falënderon Zotin. Kur ka probleme, të liga, gajle, mërzia, vdekje, smundje, ban sabër. Këto jemi ne. Nëse s'jemi kështu, atëherë nuk kanë rregull diçka me ne, si mundemi mu gjujt musliman të shumë të dobët. Hadithi tjetër, Muadh ibn Jabal radiallahu anhu thot, ka thonë, ose Muadhin e ka kap Muhamedi sa për dorë, edhe i ka thonë, ja Muadh. Do më thonë Muhamedi sa Muadhit të regon. Ka thotë kapi për dorë, më tha, ja Muadh, wallahi inni le uhibbuk. O Muadh, pasha Allahun, unë e du. Muhamedi i ka thonë Muadhit, unë e du. Wallahi inni le uhibbuk. Edhe njëherë tjetër. Edhe i ka thonë, o Muadh, po të këshilloj, mos e haro as njëherë, mos i tap selam, që këtë dua. Pas sesirit namaz, bile farë, si t'jap selam, normal, i kina në ato, Allahumma të salam, të barek të jadhë, gjelalu e likram, astagfirullah, sa të kemi ko, thot, bane këtë dua, Allahumma e inni ala dhikrike, o Zot, ma bënd mundshme të të përmendit ti, wa shukrike, ma mundësot të të falemëndëroj, wa husne ibadetik, edhe ma mundësot të bëj ibadetin mirë, me regullë. Në më thonë, pas se cëllit namaz, këtë doar mund që me bon është mirë. Shqip, mësu loth arabisht. Arabisht, unë me nëzëse e thamë. O pak zarë për mi mësu fjallë arabisht. Ska problem, nëse mundi arabisht. Thot, Allahume inni ala dhikrik, o Zot, më bandë mundshme të të përmendit ti, më bandë të mundshme të të falemëndëroj ti, dhe më bandë të mundshme të baj ibadet ashtu, si është më mirë. E mbajtet men? Ala mësë me mbajt men së prishmo. Edhe hadithin e fundit, që ka të bëj njeriu me njeriu, nëse duhet me falëndëru Allahun, është mirë që ta falëndërojmë dhe njeriu për të mirat që njerëzit në bajnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men la yashkurullah, dhe gjës e ka lidh me Zotin. Nuk e falëndëron Allahun, men lem yashkurin nas, ai i cili nuk din me falëndëru njerëzit. Nuk e ka falëndëru Allahun, ai që nuk din me falëndëru njerëzit. Të ndeshëm vëzër, Zoti shpërblet të gjithëve, mbrenda këtij muaj që keni pas kohë me ndaj në xhami, me fal namazet sa keni pas mundësi. Unë që 19 vite në xhami, jo që kam thonë diçka 3, që ata që i kam tregu vjetë për vjetë ka pak po i përsëritim, mirë po feja o përsëritim. Feja o përsëritim se harohet. Bile me nisë prej nesër me shpjegu namazin, ndoshta dikujt kom ju duk këtë e rejtë, çka të thonë për ki. Se dhe unë e për veti, meselet i haroj. Po se gjithë namazi, Ramazani, haxhi, zekati, kur të vinë ata mujt, për që ati badet, atëherë ne ka pak, lexojmë pak ma shumë, se plus dalin çështje të reja, që shembull sikur si vjetë, vakcina e prish, agjerime, ase prish, po vjetë s'ke vakcina e pandemisë. A ke vakcina? Jo. Ta është dule re, u dhafet falë që nuk e prish. Po dasha me kërgu falje, para ju se kena gabu diçka, po me qenë si kena gabu, vallaj që kena pas me një të keq, ka qenë prej me dhe shejtanit, ta nëse i kemi qëllu, ka qenë nga Allah subhanahu taala. Na bëni Allah dhe njerë, inshallah Allah na uzon, edhe të gjithë se bashku të xhenet në sënë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesër, që na imbroj, nesër, kena me falë namazin i kindis, edhe kena me bon dua në hatmës, dhe me thonë, ma i si ta falim, kena me bon një dua normal për namazin, pas ta imami ka me këndu kullu vallahun, kullu a'udhu bi rabbil falaq, kullu a'udhu bi rabbin nas, pas ta kena me bon një dua të pasashme për hatmën që kena lezu në muaj Ramazan. Faleminderit, selamu alaikum.